Ai dije që Perëndia vizatoi kryqin që në kohën e Mojsiut. Pra, po flasim 1000 vite përpara se sa perandoria romake ta shpikte si mjet ekzekutimit. Dhe kjo histori është 100% në Bibël. Në librin e numrave, kapitulli 2, duket sikur kemi një listë fisesh dhe numrash, por fryma e shenjtë është e saktë në çdo detaj, çdo numër, çdo emër, çdo rreshtim ka kuptim hyjnor. Zoti i thot Mojsiut si të vendos 12 fiset rreth tabernakullit në 4 drejtime: veri, jug, lindje dhe perëndim. Asnjë diagonal, asnjë rrethim, vetëm 4 drejtime të qarta. Pse kaq saksi? Kur lexon numrat ndodh diçka jashtëzakonshme. Në lindje, Juda, Isakari dhe Zebuluni 186.400 persona. Në jug duhet vendosej Rubeni, Simeoni dhe Gladi 151.450 persona. Në perëndim, Efraimi, Efanasi dhe Benjamini 108.100 persona. Në veri, Dani, Asheri dhe Neftali 157.600 persona. Kur i vizaton këto në përpjestim, kampi i Izraelit nuk formon një katror, por formën një kryqi, dhe në qendër të tij qëndron tabernakulli, prania e fetë Zotit. Dhe ky është një parashikim i qartë i kryqit Krishtit. Ne e dimë fakt që në qendër të kryqit qëndron Jezusi, por tek libri i numrave është tabernakulli, prezenca e Perëndisë. Por jo çfarë thot Gjoni 1:14. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Në greqisht fjala banoi do të thotë tabernakuloj, pra jetoj si tabernakull mes nesh. Tani ky nuk është një rastësi, në fakt është një profeci e gjallë, shenja e Zotit në histori. Çdo fis, çdo numër, çdo pozicion ishte një pikturë profetike e Krishtit. Jezusi, tabernakulli në mish, i kryqëzuar në qendër për të gjithë njerëzimin. Zoti tregoi kryqin më shumë se 1000 vjet përpara sa Roma ta shpikte kryqëzimin. Jezusi tha, nëse do të kishit besuar Mojsiut, do të më kishit besuar edhe mua, sepse ai ka shkruar për mua. Mojsiu nuk e dinte se po vizatonte një hartë profetike të Kalvarit. Ky nuk ishte një mit, është matematikë, është strukturë, është profeci. Vetëm një Zot mund të shkruajë historinë përpara se të ndodhë. Ai është Zoti i Izraelit, ai është Jezusi, ai është mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Bibla është e mrekullueshme. Çdo detaj tregon sa hyjnor është Zoti dhe sa përtej kohës qëndron ai. Përpara se të ekzistonte kryqi, ai tashmë po na tregon se kush do të ishte në qendër të tij. Tani pyetja për ty është kjo në fakt. A e ke vendosur edhe ti Jezusin në qendër të jetës tënde? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekov.